Ma i veçanti një jetë për mu, ka qenë edhe është kur unë i kom bo paret e mija të parat edhe kom kontribu për xhami. Aja është moment që edhe sot kontribuaj, ku do që është. Do më thonë qysh kur e kom njësë firmen, kom thonë gjithmonë e kom ndru varrezat e fshatit një rreth e ku, si do bëj paret, e kom kry. Gjithmonë kom ndru qysh më jemi të bu do të pare, po nësë me lam vetën keq ku të ka nevoj një xhami, diçka me shku një kilinder, një banjo, një pastrem, një tepi, një diçka. Edhe janë shumë sene që nuk duhet mi përmenë, sepse tash për tash jena me një koqi që ka dhe që të folë, po meret reklam, po meret që po donë me marë famën që ata, po meret shumë aspekti. Jo, kur ti donë me bodi që ka për zatë zotit me ndimu, besoj që dora e majtë nuk do të me po dorën e djatë. Edhe bënë mirë se gjanë mirë. Arsyeja kryesore e këtij emisioni dhe kësaj interviste është pikërisht këto që të tregojmë vlera, edhe të tregojmë të tjerëve që nuk është gjithçka ndonjëherë siç duket, po që duhet me bo mirë njët, pa marrë parasysh këtyre sukseseve që po i përmendim.